Djali hibrid shqiptar, një çift nga Shqipëria, pretendon se i biri i tyre është hibrid, pra nuk është komplet njerëzor. Dhe tani do t'i tregoj këtë histori të çuditshme. Më shkruajti para disa kohësh ky zotëri, nuk jeton në Shqipëri, jeton në Francë dhe fillimisht mendova se ishte vetëm një trillim. Në fakt ai më shkruajti disa herë, pastaj ju përgjigja. Por nuk e lidha këtë bisedë derisa më shkruajti bashkëshorti e tij kohët e fundit. Dhe ndaj doja që ta diskutoja me ju, sepse është një histori që ja vlen për ta diskutuar. Si gjithmonë kush është rastisht nëse nuk e keni bërë, lidhuni me këtë faqe që të shihemi sërish dhe faleminderit që jemi prerë bashkë. Atëre, ky zotëri më shkruajti para ca kohësh, ishte viti 2023. Duke më thënë se kishte disa probleme gjatë kohës. Me një fjalë, ai gjatë gjumit kishte mungesa orari. Pra, bile disa herë ai nuk shkonte edhe në punë nga lodhja, sepse pretendonte që e rrëmente dikush, ose ndoshta e lodhnin kaq shumë sa që ai flinte gjumë. Ai nuk e dinte këtë, në fakt, pas disa diskutimeve që bëm, disa emaileve, i thash që të bënte një hipnozë regresive. Ai tha do të dëshiroj që ta bëja hipnozë regresive në Itali, meqense ti ke shokët e tu, i thash ka një problem që hipnoza regresive duhet me gjuhën përkatëse. Kështu që ose në Shqipëri thash, ose aty në Francë ku je. Dhe si përfundim ai gjeti një hipnotizues që bën pikërisht këto terapi në Francë dhe bëri një seduta ose një ndërhyrje. Dhe nga ndërhyrja dolën disa gjëra që ai nuk e priste. Në fakt më çoi edhe atë faqen të bërë në PDF të gjitha këtyre ndërhyrjeve që bëri ai hipnotizuesi dhe pas kësaj, pra pas ndërhyrjeve të tij, ai, pra ky psikologu, kërkoi që të fliste dhe me bashkëshorten e tij. Dhe kështu bën. Dhe bashkëshortja e tij, unë e kisha lënë këtë bisedë, pra në vitin 2024, pastaj e lash dhe sepse nuk doja edhe të flisja meqense ky ishte shqiptar, ndonjëherë është shumë e vështirë që të flasësh për këto argumenta, për më tepër kur është bashkëdhetari ynë. Dhe pastaj para pak kohësh më shkruajti bashkëshortja e tij. Unë nuk e dija që ishte bashkëshortja e tij, në fakt me kalimin e muajve, teksa ajo shkruante dhe unë ju përgjigja jo me njerë, por në disa emaile, pastaj më tha të vërtetën se kush ishte. Dhe kështu që i thash, do të lutem, i thash, së bashku me bashkëshortin tënd të më shkruani tash në detaj që nga fillimi deri në fund dhe më shkruajtën të gjithë historinë e tyre. Me pak fjalë, unë do t'ja u tregoj tani. Ata kanë arritur në Francë, me fjalë pas vitit 2000, dhe njëshin që në Shqipëri, dhe aty krijuan familje. Mirë po, pas vitit 2000, ndodhen disa fakte të çuditshme. Njëri prej tyre, pra kjo gruaja, thoshte që kishte disa halucinacione. Në fakt, ajo gjatë ëndrave, tregonte, fakt gjatë ditës i tregonte burrit që gjatë ëndrave kishte disa kontakte me disa qenie që nuk ishin njerëzore. Në fakt ajo i tregonte sikur këto ishin kaq reale saqë nuk mund të ishte thjesht një ëndër. Në vitin 2006 lindi vajza e tyre dhe në vitin 2010 në 31 dhjetor në orën 1 të natës eksakte lindi fëmia e tyre, i biri. Dhe çuditërisht ajo e dinte paraprakisht, pra dinte që në vitin 2006, që para kur i lindi vajza, ajo dinte që pra kjo grua shqiptare, dinte që do t'i lindte një djalë dhe do t'i lindte në datën 31 dhjetor në orën 1 të natës. Por nuk e imagjinonte se kur. Në fakt lindi në vitin 2010. Dhe për këto arsye, ajo mendoi që të bënte hipnozë regresive dhe të bënte një kontroll. Pas hipnozë regresive, që dolën disa rezultate që ajo nuk i priste, sugjeruar nga unë, që i sugjerova bashkëshortit saj dhe unë nuk e dija përsëris dhe njerë që ishte bashkëshortja e tij, por pas kësaj, pra pas këtyre hipnozave, ajo dëshironte që të shkonte tek një psikolog tjetër, një psikoterapeut, sepse shoqet e saj, shokët dhe ku punonte, thoshin që mund të kishte probleme truri. Në fakt, kur njeriu nuk kupton, sepse gjithë bota është mister, kur nuk e kupton misterin, ja hedh fajin mendjes së njeriu dhe thotë që është çmendur. Nuk besoj që gjithë ta që kanë të çmendur sepse keni me miliona raste. Në fakt, edhe ajo u besoi shoqeve dhe shkoi te ky psikoterapeuti. Dhe ai tha, nuk je për mua.
Dhe shqyqyr zoti që ai nuk e mbajti aty, sepse ajo vazhdoi pastaj me atë të parin që i bënte këto hipnozat dhe zbuloi edhe gjëra tjera. Saqë ai me shumë delikates i tha që të mund të bënte një kontroll. Të bënte një kontroll për gjenetik, pra për fëmijët e saj, për djalin në këtë rast. Dhe ajo bëri një kontroll. Dhe çudia është që 95% është njerëzor, por 5% nuk di se çfarë është. Me fjalë nga studimet që janë, nga testet që janë bërë, sepse 95% është sikur të jetë babai i tij, ai që ka, por 5% jo. Tani lind pyetje, sepse duhet të dini që zakonisht del 99%, parafërsisht me fjalë kur ti bën testin gjenetik të atësisë. Dhe fëmia ka dalë 95%, por nuk është fjala këtu për një gjen tjetër që mund të jetë njerëzor. Ky është problemi. Pra 5%, sipas gjasave më ka dërguar dhe atë testin që është bërë, 5% nuk është, tregohet që nuk është njerëzor. Dhe çudia tjetër është që ky djalosh, që tashmë është 15-16 vjeç, ka një zgjuarsi marramendse. Dhe është më i miri në shkollë dhe i gjithë qytetit, atje ku gjenden, për më tepër, gjaku i tij është RH negativ. Për ata që nuk e din, RH negativ është gjaku i alienëve, kështu pretendohet, kështu thuhet. Pra janë 15% të njerëzve në botë që kanë këtë lloj gjaku. Mirë po, kombinuar me atë 5% që nuk dihet se çfarë është, tregohet që sipas testeve që nuk mund të jetë, me fjalë mund të jetë një hibrid, me pak fjalë. Tani për tani nuk është bërë publik, sepse ajo ka dërguar edhe, me qenë se unë nuk ju përgjigja në atë kohë, i ka dërguar këto testet dhe gjitha këto çfarë ka bërë një ufologu në Francë, dhe ky i pas ka dërguar në Amerikë tek një Jones, nuk mbaj mend si e quhet, që është një nga ufologët në të mëdhenj, që është edhe profesor doktor. Dhe ajo pret rezultate tani, por ky francezi ka thënë që rezultatet që kanë dalë thot janë të padiskutueshme. Megjithatë unë doja që t'ja u tregoja këtë, sepse nuk është hera e parë. Nëse mbani mend, kemi folur edhe një herë tjetër për një grua që thoshte që ishte hibride dhe që fëmijët e saj flisnin një gjuhë tjetër, etj. E kemi thënë këtë disa herë dhe është një nga videot që ka patur miliona klikime, por nuk ka patur teste. Me fjalë, ajo nuk ka bërë teste, kurse në këtë rast ka teste. Dhe unë nuk dua të flas paraprakisht, duke pritur testet, ndoshta në një moment, nëse ata janë dakord, do të dëshiroja që të bëja një intervistë me ta publike dhe ta bëja publik. Ndoshta edhe për Rajin apo për CNN. Pse jo? Por fillimisht doja që të ishim të bindur për këtë. Megjithatë dikush nga ju do buzëqesh ose do thotë që çfarë janë këto budallëqe, sepse shumë njerëz pretendojnë që ne jetojmë në një botë që njohim, por të mbani mend diçka. Ne jetojmë në këtë botë me këto shqisa që kemi dhe perceptojmë botën në mënyrë falso, sepse ne njohim vetëm 5% të botës që na rrethon, 95% asgjë nuk e dim fare se çfarë ka. Dhe që nga kohët antike, akoma sot pretendohet që ka specie të pakuptueshme nga truri i njeriut dhe që disa janë në kontakt me to. Megjithatë, ju çfarë mendimi keni për këtë argument? Do të dëshiroja një komentin tuaj dhe do t'ju lutesha me shumë delikatesë kur të përgjigjeni, sepse na ndjekin këtu janë vëllezërit tanë, motrat tona, dhe ju të sugjeroj edhe diçka tjetër. Vajza në fjalë është profesoresh dhe ndonse ajo nuk bën profesoreshën në Francë, por e ka bërë në Shqipëri, është mjaft e zgjuar, e zonja dhe nuk flet për çart. Ja u garantoj për këtë. Dhe ky zotëria është një zotëri, është një inxhinier. Ai tani nuk punon si inxhinier, po punon në një kompani tjetër, gjithmonë në Francë, dhe janë njerëz me kulturë. Këtë do ja thoshe, kështu që bëni kujdes kur të shkruani. Do t'i lutesha.